Thoni lam të mirë rrudhave janë maska që bën mrekulli për fytyrën. Bananet janë shumë të shëndetshme për shkak të vitaminave dhe mineraleve që përmbajnë, por nëse deri më sot i keni përdorur vetëm për të ngrënë me to, do arrini të krijoni një maskë natyrale e cila bën çudi për fytyrën tuaj. Bananet në saj të vitaminave që kanë në përbërjen e tyre e bëjnë lëkurën tuaj më elastike si edhe njëkohësisht luftojnë plakjen. Gjithë çfarë ju duhet është një banane i pjekur dhe lëngu i 1/4 së limonit dhe një gjysmë lugë vaj kokosi. Në pamundësi mund të përdorni edhe vaj ulliri. Këta përbërës përzini mirë derisa të krijohet një masë homogjene. Më pas, masën e përftuar aplikoni në fytyrë dhe lëreni për të paktën 15 minuta. Pas kësaj shpëlarni fytyrën me ujë të bollshëm. Një maskë e tillë mund ta përdorni një herë në javë dhe do të shikoni ndryshime mbretëlënse.